Përshëndetje dashur miq të emisionit tonë Vikend, ja ku takohemi sërish bashkë me mua për të vazhduar këtë bisedë në studion e emisionit tonë me dy këngëtarë të mrekullueshëm nga grupi Agim Band. Është së bashku me mua Agim Ajrullau, si dhe djali i tij Lavdrim Ajrullau. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Faleminderit shumë për ftesën. Erdhëm me shumë kënaqësi. Shpresoj që do të bëjmë biseda produktive të mira bashkë me artistin më të ri Lavdrimin. Përshëndetje Lavdrim edhe për ty. Përshëndetje, kënaqësia jam më kanë në emisionin e ju. Faleminderit për ftesën. Shpresoj që kena kalu sa më mirë. Edhe unë nuk po dyshoj. Arsyeja që jeni sot këto është natyrisht projekti juaj i fundit, ose coveri Dashuri. Po du me ditë fillimisht si erdhi ideja për me realizu këtë këngë. Po ideja ishte pikërisht e Lavdrimit. Ky, do me thonë, bashkë me vllaun e tij Leartin e kishin bë këngën dhe me qenë se ishte Ramazan, unë kur u ktheva ma vonë këtu në shtëpi, edhe po më thii Lavdrimi në studio, thot apo vje ba vetëm një refren, thot po na dosh me na i kënu, thot se kina bo një këngë, thot po na pëlqen shumë, besoj edhe ty ka me të pëlqy. Kur e ndëgjova, besa më pëlqej shumë, edhe më fjeti ashtu se edhe çdo sen që ka e banë, ly pak emocion mi dhonë, edhe ke kështë dhonë atë emocionin e vetë, Larti e kështë orkestru shumë mirë, pëlqej shumë, edhe e këndum, edhe këto si entuziast që janë, si e banëm atë natë, nesrit me njerë tha klipin për ja bojna, ja banëm klipin, faktikisht me 7-in e banëm, me 8 mars këto veç se e publikun. Dhe më thënë shumë shpejt ndodhi, por me të vërtet një këngë shumë e bukur. Rezultati përfundimtar nga ana jo ndëgjuesve ishte shumë i bukur. Më trego, Lavdrim, pse vendosët ta risillni pikërisht këtë këngë, me qenë se ishte ideja jute? Me tregu drejt, që në shkollën e mesme kur kam qenë, e pa të ndëgju këtë këngë, më pa të pëlqy shumë. Edhe nuk e di rastësisht me Lartin bile në qatë natë ma vuni, qka po vëna i projekti, shka ma të tre, bile me këndu ma mirë se mu kujtu rastësisht kja këngë, edhe thash ta risjellin këtë këngë bashkë me Lartin, edhe babin thash ta inkuadrani. Në refrejnë e kësaj këngë, po dull mirë edhe... A është dedikim kjo këngë, apo? Jo, tash jo. Jo, okej. Ka disa kuptime. Çfarë pëlqeu më shumë të kjo këngë, që vendosët e është pjesë e kësaj këngë? Çka të binde? Ja, unë si ndëgjova më pëlqej gjithçka me tregu, si teksti, si orkestrimi, si ai mesazhi i këngës, se me të vërtetë ka një mesazh shumë të mirë, sidomos për gjinin e butë, e cila me të vërtetë kërkon për kujdesje, dashurie dhe më pëlqej shumë. Po, normal më pëlqej edhe ideja se Lavdrimi e shifsha që edhe klipin dhe ke krejt ka shkolla muzikës dikon aty me bomi, se di pse aty, po s'ja kina prish, si tha ky, e banë me realizum edhe me vërtet është pëlqyje shumë, kush e kanë dëgjue, kanë pëlqy shumë. Lavdrimi shumë mirë tregoj, është një këngë që kanë dëgjuar në shkollën e mesme. Mesazh më të mirë nuk ka përcjell asnjë mysafir deri më tani. Dhe më të sinqert dhe më drejt për drejt. Vetëm duhet me qenë shumë pak e zgjuar për me kuptuar. Sa i përket tekstit, është teksti komplet i këngës si ka qenë kënga e vjetër, apo keni bërë disa ndryshime? Jo, komplet teksti është ashtu si originali. A keni bërë diçka ndryshim në këtë këngë? Po, në mënyrën e orkestrimit është shumë ndryshe. Besoj që është se çdo herë kur ripërpunohen këngat, du të me bo ma mirë se originali, ose mos ja prish as originalit. Ashtu. Edhe kjo për fat se kjo këngë është me të vërtet moti e bome dhe nuk është as me klip, as vetëm e kam bo ashtu me foto. Edhe më pëlqej edhe ide pse pikrisht e kanë zgjedhur atë këngë, se kishte nevoja këngë me marrë një ihon ma të mirë dhe sinqerisht më ka pëlqyer.
Po, shumë e bukur. Më tregoj si kanë qenë reagimet e para pas publikimit. Për ty fillimisht, pastaj ta pyes Laertë nëse është përcjell mesazhi deri aty ku duhet. Para lavdrimin mos diskutohet se ka pas reagime shumë të mira. Po edhe reagimet e mia më bën çefi se kam pasën komente shumë, sidomos nga kolegët, nga njerëz profesionistë që e kuptojnë këtë punë, kam pas shumë komente të mira, përkrahje shumë të mirë që i falenderona publikisht nga zemra gjithë kolegeve të mia. Edhe pa mërë parasysh edhe njerëzit të thjeshtë që nuk miren me muzikë, e kam pëlqyer shumë. Sidomos këto ditë ka shkojnë, sa mirë e këshit bëhet, ka di kush e kanë dëgju, i kalon një përshtypje shumë të mirë dhe më bëhet shefi shumë. Për ty, a përcjell mesazhi deri në vendin e duhur? A morën ndonjë koment? Apo ndëgjohet kjo gjë? Edhe nga ana ime ka pas mesazhe të mira, domethënë, ama deri në atë nivel s'kam ri, po s'kam dash me mri, po në rregull është, ama me të vërtetë edhe nga ana shoqërore, nga ana njerëzve, artist, muzikanta, u ka prit shumë mirë dhe kam pas komente shumë të mira. Bab e djalë, si është ndjenja të ndani një studio së bashku, të jeni pjesë e një projekt muzikor, por edhe në skena? Po ndjenja është shumë e mirë. A e keni mendu ndonjëherë që do të vi një ditë që me ty djemët? Po une të kallëzoj drejt kam punu në drejtim edhe Zoti ma ka plësua dëshirë, se gjithmonë këto kur kanë qenë të vegjël, edhe jaf kanë pa talentin që e kanë zhvillue me kohë, edhe të kallëzoj drejt nuk jaf kam imponu në asnjëherë, edhe pse jam marrë me këtë punë, po e kam pa që prej Zotit e kanë këtë talent, edhe unë normal kum këshyr mi përkra, mi asi, edhe ku kina jetu e ma herët në banes, në njënën një banes e kemi pasën vetëm për me ushtru si lloj studia, ma te kemi pas një studia amatoreske, që nuk kemi mujt me bon bashkë gjana shumë profesionale, sepse e tash ku jetojmë, në special, kur e kam ndërtu shtëpinë, e kam bon venin special për studia, dhe kemi bon një studia shumë profesionale, edhe për me ushtru, edhe për punët e tona, edhe për instrumentet e tona që i majmë, kur shkojmë kur i vim për darsme, i majmë krejt aty kur ushtrojmë, edhe që na kry një punë shumë të madhe. Mirë po, krejt kjo është falenderim Zotit që ne ka mundësu, po edhe kryesorin këtë punë është Learti, se unë krejt e kam bon, ama kur s'ka njeri që punon profesionale, është kota ajo që ka investon. Definitivisht. Learti është një profesionist shumë i ri, po shumë i madh, që pretendon shumë, shpresoj se ai do t'i arrin majat e suksesit në atë drejtim. Edhe nuk më ka zhgënjy pse kam bon atë investim, se është tu nxjerr sene me të vërtet shumë të mira, angazhohet shumë, edhe është me tregu drejt ajo pika kyçe në grupin ton, që ai i ban ato, sidomos këtë kohë që është kohë e teknologjisë, kohë i punon shumë mirë këto dhe i falenderona publikisht Leartit, po normale dhe lavdrimit e na, se na tjetëra me bo, me dal, ama se çdo herë ki po si në për filma, si në kong, si... Edhe në studio dhe gjatë emisionit. Nuk vlerësohet shumë, ai sigur që thu ti të shojnë krejt vetëm ty, ama tekniku që i ban montajën ato që është një punë jashtëzakonishte që duhet me vlerësue, njerëzit nuk i din. E unë për ato preferoj sarë që ti mos t'ja hupi mundin se publiku na shohin neve, ama mundin më të madh e ka dhënë më thonë edhe jetë çdo herë Learti. Për ty si është ndjenja me punu së bashku me babin, por realisht ju familjarisht edhe e ndanin skenat? Po, me babin është, sepse është interesant ajo ndjenja me babin. Kanë pak trejmë, normal. Do të vi edhe aty, do t'i kuptojmë edhe ata. Nime është një ndjenjë e veçantë, unë shumë e pëlqej, ama nime është edhe ma përgjithësi e ki mundosh sa ma mirë ta bëjsh punën, sa ma
ti pëlqeje, tanë konë menoj ti pëlqeje babi, ta vaj qështu se ndoshta qështu i pëlqenë ma shumë, a kupton, edhe kini farë tjetër ndjenë, a kupton, ama kështu dhe me vllaun ku punoj, jena një ndjenë interesant, ama me punu familjarisht është diçka shumë e veçantë. Edhe nuk e dyshoj këtë gjë. A ka qenë babi yt frymëzuesi yt për të vazhdu këtë drejtim? Po, unë qysh i vogël kur jam kanë, do më thonë 6 vjetë kur i kam pas, babi gjithë kur kam morë me ushtru muzikë me vo, unë gjithë unë interesoj shapi babit, tanë konë edhe babi kur ushtroj kur e merë ke saksofonu në klarnetin e me shaj, adin kishta qef me provu klarnetin e babit, o bab që shbo, që kja o bab, adin tanë kone kam pas lidhet me babin mas shumëtit, po normal, edhe babin e kam në aspektin muzikor, është profesional në këtë aspekt, edhe kam pas pikujt me marë mësime, kam u drejtu ma shumë. Okej. Kur punoni në një projekt, natyrisht që çdo kush nga ju i keni mendimet e ndryshme. Kush është ai që jep pikën, fjalën e fundit? Me të lavdrimi. Nuk foli. Nuk do me thonë sa herë, na e kena një të mirë që i ndojmë përgjithësit, edhe unë, edhe pse janë këta matëri, ku janë për me i vetë këta, i vesë edhe marrë mendim edhe ama ajo përvoja jem shumë vjeçare, normal që e bon që asnjëherë s'u ka ra keq kur më kanë dëgjuar, se kur kom marrë vendime, edhe besoj që si kam zhgënjur asnjëherë, edhe pse edhe unë çdo herë i ves, edhe kemi në stop bashkëpunim shumë të mirë me krejt grupin, jo vetëm me djemtë e mi, po unë i kam edhe vllaznit në një familje që kemi funksionu çdo herë, kjo na ka me traditë edhe prej babës tonë, që baba jonë me axhallarët e mi kanë qenë ashtu një grup shumë i mirë i suksesshëm, edhe na e kemi vazhduar traditën që kemi funksionu mas pari si familje, po edhe si profesionista, nuk e kemi morën pse unë e mirë në me atë punë, edhe vetëm ti marë vllaznit ose djemt ose po i kam angazhu se me të vërtet e meritojnë, edhe kanë të regu sukses edhe ajo edhe të publiku është vërejt që me të vërtet këto e meritojnë atë vend, edhe që 12 vite, 13 vite po bonë që e kemi edhe këngëtarin e grupit Adnan Kamberin, edhe ata kemi ma si familje, jemi familiarizuar gjithë bashku edhe funksionojmë shumë mirë, normal, çdo herë se po thamë, nuk është që vendimet i marrë vetëm unë, se po për çdo sektor i ka si cilë ato përgjithësit e veta. Shembull për teknikën, për zërimin, për këto i ka për kombi, i ka shenolli, me alien. Ata e kanë, unë se kam atë gale, atë përgjithësi se ja vjap datat, ato e din ku jemi, shka jemi, për angazhimin me njerëzit, me takimet, ma shumë i kam unë me Adnanin. Këto e kanë atë pjesën e muzikës. Teknikës. Si cilë edhe kur një pesh ma e madhe ndatë në disa vene, ajo funksionon shumë mirë. Se unë nuk unë preferu asë njëre më konë në shemë, unë për këta, unë për ata, po kur datë bara në disa vene, si cilë e ka atë përgjithësinë e vetë dhe funksionon gjithë shka shumë mirë. Përveç muzikës, a preferoni të ndani kohë edhe kur jeni ashtu familjarisht kur jeni të lirë dhe çka preferoni të bëni gjatë kohës lirë? Unë mirë edhe me sport në kohën e lirë. Edhe vllai jem po ashtu mirët me fitnessaj ma shumë. Po unë me sport ma shumë e pëlqej basketbolin, futbolin. Babi e ka ato takime shoqërore ma shumë kohën e lirë, familjare. Ashtu i kena kohën e lirë shprizon. A keni kohë shumë të lirë? Shembull, e di që muzika nuk është që t'jep edhe shumë hapësirë të lirë, sepse gjatë gjithë kohës je duke punuar, je duke realizuar diçka të re. Unë mendoj se pa marrë parasysh angazhimeve, çdo punë
do të me menaxhu kohën. Kur e menaxhon kohën e mirë, edhe ki kohë për gjithçka. Ki kohë për familje, ki kohë për shoqëri, ki kohë për me punu, ki kohë për gjithçka. A shembull, kur se menaxhon ti vetë kohën, mund me shku koha tanë ditën, veç të ne shtritu pi qaj, edhe të i këshirë tjerë që ka po bojnë, edhe të shkru komente, jetë të izdeti, se shumica më vje keq që është me të vërtet kam përgjith këtë mënyrë jetese. Vetëm rrinë edhe vetëm i paragjikojnë tjerë, i gjykojnë, i ofendojnë, se është shumë e thjeshtë, diçka kur së pëlqen tyje, që ti bane ma mirë. Edhe të regoj ati që unë dim ma mirë se ti me bon. Jo me ofendime, me sene, të na më vje keq që është kjo, që shpesh më ndodhë në për jetës sociale, njerëzit ofendon njëni me tjetrin. Ajo është shumë një gjë thjesht se kur së pëlqen diçka veç kaloj edhe s'ki shka më marrë me ata. Kur pëlqen diçka, merë mësim, merë si model, merë ku ishte fjallat e menaxhimi i kohës, kur di me menaxhu kohën është arrin të gjitha. I kohë për gjithçka. Si është këshilla më e shpesh që a jep lavdrimet gjatë rrugtimit të ti muzikor? Po jep shumë këshilla, mirë po këshilla e jem çdo herë edhe për djemtë e mi, po edhe për gjithë dashamirët, është se njeri që është i shëndosh me inteligjencë, me sensar du të me pretendu sa ma lartë, edhe çka të pretendojsh, çka t'ja synojsh diçka, me punë, me përkushtim, pa tjetër se kime arrit. Une të ankon ju thamë, mos më ukon, du të më ukon njeri, du më thoni knast me ata që e ke, me ata që je, mos më kon lakmitar, se një njeri lakmitar s'mon më kon kur i lunë tërsej, kur s'bon të rahat me, ama çdo herë me pretendue për ma mirë, me punue, edhe pa dyshim se e arrin. Pa afrohet sezoni veror, sa i ngarkuar të tjetë ky sezon për ju? Po, për neve besoj se t'jemi shëndosh e mirë, dhe t'jetë shumë i ngarkum, në vetë se kemi të prolongume gjithë datat, sezonën, tash prej, do me thonë, bajramit fillojmë, edhe sidomos vikendet i kemi krejt zanta, e sezonën muajin e 7-8 e kemi full, bashkë e kemi deri për vitin e ri, si çdo vit, besoj që vetë t'jemi shëndosh e mirë, kemi angazhimet shumëta, po shka është ajo ma me rëndësi, shpresoj që dalim faqe bardhë, se nuk ka vetëm t'i ki angazhime dhe ajo është përgjithësi shumë e madhe, që fundit t'jenë të knast të gjithë, se çdo vit deri tash si kanë qenë të knast, e inshallah arrim që t'ja arrim atë qëllimin që ku jemi, në gjitha ato ahenge, darsma, gëzime familjare, t'ja arrim qëllimit dalimi edhe në atë knast, po ato hala ma të knast se na. Se kur janë atë knast, na jemi shumë atë knast, natyrisht. A do të ketë projekte këngë të reja gjatë këtij sezoni veror? Po. Tash kemi në plan bashkë me grupin t'i bëjmë disa projekte për sezonin veror, disa këngë maritmike, edhe besoj që do të realizohen mirë, se na çdo vjet preferojmë në kësi kohë të bëjmë diçka të re, edhe ma kur fillojmë me punë, me dasma, me ahengje, atëherë nuk kemi shumë kohë se na e kemi pa që të popullit, ato ndjekës që na ndjekin neve, ju intereson që ka bëjmë live. Edhe gjatë çdo performancë na ku jemi live, bëjmë dhe një qëzim, edhe ajo ka efekt sinqerisht shumë të madh, ndoshta edhe ma shumë se klipet që i bëjmë profesionale, investojmë, ma shumë kanë efekt ato inqizimet që i bëjmë në për ahengjet të ndryshme, edhe kështu besoj do të vazhdojmë. Ku e shihni Agim Bend pas disa vitesh? Apo si e shihni? Shumë të mravi që mu me folë, lavdrimin 50 gjumë. Agimi, a lavdrimi u përgjith që në fillim? Po, e kritikit vetën. Agim Bendin, unë besoj mas pari që thashtë të jemi shëndosh e mirë, vazhdoj me këtë tempo të punës,
Edhe siç unë kam evidenca vite me radhë, viti prej vitit, çdo herë ka shku mirë e ma mirë, dash Zoti që kështu të shkon sa herë mirë e ma mirë, se jam shumë i kënaq deri më tani, edhe besoj kështu të vazhdojmë. Na preferojmë çdo herë me pasën një mes, as nuk dojmë shumë me bo diçka, se edhe ajo fama ndoshta shumë e madhe, njerëzit ka ndodhë shpesh raste, çdo me thonë që të krejt, po e prish njerin, ajo diçka... Duhet të menaxhohet edhe kjo mënyrë mirë. Po, unë mendoj që duhet të menaxhohet mirë, po na e preferojmë çdo herë atë mesin, që si deri më tani kemi pas një respekt shumë të madh ku kemi shku, një dashni të sinqert, edhe ajo është shumë më me rëndësi, punë kemi pas me të vërtetë aq sa kemi nevojë për krejt nevojat tona, si çdo njeri familjar që i ka, edhe inshallah vetëm kështu vazhdon. Lavdrim, a ke ndonjë këngëtar ashtu që e simpatizon dhe që kishe dashur që të realizosh ndonjë bashkëpunim me të? Po, këngëtar i pëlqej shumë që ka shumë këngëtar të mirë, shumë ka këngëtar që i preferoj, që i ndëgjoj. Ndoshta nuk ke ndonjë ashtu tani që të kujtohet? Po me tregu drejt, kush ka dëshirë me bo bashkëpunime, une me gjithë jam i hapur. A pritet ndonjë bashkëpunim këtë verë? Apo planifikoni diçka? Po, na kemi bo bashkëpunime çdo vit, sidomos ato bashkëpunime i bojmë gjatë periudhës para vitit të ri, në ato xhirimet e vitit të ri. Po besoj kemi disa oferta për bashkëpunime, shpresoj që t'i realizojmë, por nuk kam dëshirë asnjëherë me fol diçka pa u realizu. Faleminderit Zotit edhe faleminderit prej shumë kolegëve që kanë shpreh dëshirë me pas bashkëpunime, mirë po çdo herë e ki pa pajardha kismeti ai nuk realizon, e shpresoj që do të realizon ato bashkëpunime që i kemi plan edhe për si vjet, po edhe që kemi pas plan ndoshta vitet më herët, po s'kan mujt me u realizu. Cili është mesazhi juaj për gjithë atë publik që ju përcjell juve? Po mesazhi im personal për publikun që na përcjell është ndoshta i thjesht, po shumë i rëndësishëm, është ai mendimi i mirë, mendimi pozitiv, edhe është shumë e vërtet kjo që njeriu që kur zot pi xhumit ka mendime të mira, ka do me thonë pozitivitet, ja mendon tjetrit të mirën, nuk ka urrëtie, nuk ka zili, nuk ka xhelozi, është si 1+1 që bojnë 2, edhe ajo është shumë e vërtet që do të kesh një lumturi, një rahati, një çdo kohë. Ai kishte më qenë një mesazh. Mesazhi juaj patjetër. Lavdrim, ke diçka apo i... Jo, unë kisha dhënë një mesazh. Përveç mesazhit babi që e dham, është që edhe gjithë njerëzve ju uroj shëndet edhe të jep një dashuri, të jep një lumturi, edhe për krajën ndaj artistave të ri, jo vetëm unë, po kudo që janë në shqiptari. Faleminderit shumë edhe besoj që edhe kjo ishte një mesazh shumë i fortë për gjithë atë rinjt që me të vërtetë kanë nevojë për përkrahje dhe duan ta përkrahin njëri tjetrin. Në momente kur kemi nevojë, momentin kur arrin, mos s'ke nevojë për përkrahje. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, ishte kënaqësi që gjithmonë jeni transparent dhe jeni pjesë e emisionit tonë weekend. Shpresoj të takohemi sërish me projekte juaja të reja. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e jona. Inshallah vina çdo herë për të mira kështu. Patjetër. Faleminderit. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio.